Ish-presidentja Vjosa Osmani ka deklaruar se emri i saj nuk ka qenë dhe nuk do të jetë asnjëherë pengesë për krimin e institucioneve në Kosovë. Emri im nuk është pengesë, ka theksuar Osmani. Unë nuk do të lejoj në asnjë mënyrë që emri im të shndërrohet në pengesë për krimin e institucioneve, deklaroi në Debat Plus. Osmani tha se do të vazhdojë të mbrojë integritetin e punës së saj dhe interesat e shtetit, duke theksuar se për këtë nuk i nevojitet ndonjë pozitë institucionale. Sipas saj, pavarësisht përpjekjeve për ta larguar nga skena politike, ajo do të vazhdojë aktivitetin e saj dhe nuk do të ndalet në angazhimin publik. Ama në anën tjetër do të mbrojë deri në ditën e fundit integritetin e punës time, mbrojtjen e interesave të shtetit dhe unë këtë kontribut do të vazhdoj pavarësisht ku jam. Mua nuk më duhen pozita për të kontribuar për këtë shtet, ama do të mbroj me çdo kusht nga kushdo qoftë dhe kudo që qëndron ai ose ajo në cilën do parti dhe që dëshirojnë ta njollosin punën time. Do ta mbroj me çdo mjet ligjor dhe të jenë të sigurt edhe me çdo mjet politik, sepse unë nuk jam duke u larguar nga skena politike pavarësisht dëshirës së disave. Mua nëpër parti të ndryshme më kanë shpallur vdekje politike me qindra herë, por ja që nuk do të ndodhë një gjë e tillë, deklaroi Osmani. E pyetur nëse ka ambicie për të udhëhequr Lidhjen Demokratike të Kosovës, Osmani tha se fokusi i saj është vetëm tek rritja e partisë dhe bindja e qytetarëve përmes takimeve të vazhdueshme në terren. Unë jam në garë për të rritur Lidhjen Demokratike të Kosovës, jam në garë të bind qytetarët e Kosovës, ka deklaruar ajo duke theksuar se prej zgjedhjeve të 7 qershorit nuk i kanë dalur takimet me qytetarët. Ajo shtoi se Lidhja Demokratike e Kosovës duhet të fokusohet në rritjen dhe bashkimin e brendshëm, jo në përçarje, duke theksuar nevojën për bashkëpunim edhe me kryetarin aktual Lumir Abdigjiku. Osmani tha se qëllimi duhet të jetë fuqizimi i Republikës së Kosovës në këtë periudhë të ndjeshme politike. Po e shoh shumë qartë se ne duhet të punojmë për të rritur radhët tona, jo për t'i zvogluar, jo për të luftuar njëri tjetrin, dhe në këtë drejtim do të punojmë bashkë edhe me Lumirin, edhe me të tjerët që kanë qëndrime të ndryshme, por jam e bindur që në një moment të caktuar do ta kuptojnë që fuqizimi i Republikës tonë në këtë moment delikat duhet të jetë prioritet, ka theksuar Osmani.